Përshëndetje miqtë Adaga Media, mirë se erdhët në pjesën e dytë të rubrikës së prancheve. Siç e keni parë, në pjesën e parë i kemi bërë prank njërës prej kolegëve të mia, por tashmë do t'i bëjmë njërit prej kolegëve të mi, Deo, i cili ka hedhur videon e tij të parë me Brawl Stars. Okej, pranku është që të gjithë, pra ai ka për të bërë shumë video tek Adaga Media, nga që nuk ka qenë shumë aktiv pra dhe nuk ka pasur shumë video dhe të gjitha duhet i bëj që sonte. Pra sepse është dark, është ora 8:05 kështu. Kështu që le të nisim me njëherë për t'i bërë prankun. Po i shkruaj hi Deo. Okej, ti vëm dhe një pikë çodice për të qenë pak më të saktë në shkrimin e gjuhës shqipe. Dhe presim nëse do të na kthej përgjigje, shpresoj që mos na vonoj shumë, sepse normalisht nuk kemi shumë kohë për ta pritur gjatë gjithë kohës. Okej, ka hyrë online, është tani dhe është duke shkruar. Presim tani. Qa po bën, po i shkruaj, qa po bën? Ti vëm dhe një pikë pyetje. E shkruaj ta gabim këtë qojnë, po s'ka gjë, tani mos mi vini re. Por po dalë me njëherë në temë. Por do të thosha diçka. Nëse je i lirë. Okej, presim tani sa ta kthej përgjigjen. Shpresoj që t'jetë një prank pak a shumë argëtues, por kjo ishte tema që po më shkonte në mendje sepse nuk kisha tjetër. Okej, po jam thot dhe unë po shkruaj. Më than aty te grupi, më than në privat, Gego, ja, dhe Lea Cërështat, Lea, po i shkruaj pra, Lea që sot ke me bë disa video, pasi nuk ke postuar shumë në kanalin Adaga Media, nuk po ja qartësoj më shumë sepse e di. Presim tani reagimin me njëherë ti. Doli nga linja, nuk është më online. Hyri sërish, presim tani çfarë do të thotë. Okej, shpresoj që mos ta zbuloj me njëherë që është prank, pasi kjo gjuha ime nuk është edhe aq mirë. What, e pranoj? Jo, sonte po shkruaj unë. Më thanë nëse nuk kena shumë video. Okej, çfarë më vi në mendje, jam duke shkruar. Po thet kam 2%, kështu që unë po i them por bëj videot në karikim. Dhe po i them dhe diçka për ta bërë pak më dramatike dhe pak më spec, ose po e mbyllim krejt. Se 2 video keme bë, po i them. Video keme bë. Okej, më fani për shkrimin tim, por jam duke e bërë pak shpejt, kështu që nuk e shumë, po i them. Okej, presim se është duke shkruar ndërkohë, presim çfarë reagimi do të ketë. Nesër ju premtoj, ka shkruar ju përtoj. Sonte nuk po bëj. Po i shtu më thantesh. Më falë, si me ja ba. Ok, po do të më bërtasin mu. Okej, po ja fuskot. Tasin mua dhe jo ty. Okej, nesër ka thënë, nuk e di, mendoj që ta mbyll, pra se nuk është se kam ndonjë temë shumë të madhe për të thënë dhe për ta bërë pak më spec. Pra, dhe po i them dhe diçka që pra janë nervozu pak a shumë. Të presim pak. Derisa të shuj për. Okej, thuj që me mbërtit në klas nesër mo.
por ma lanë mu në dorë, sepse janë nervozu nga që unë dhe ti nuk kena shumë video. Okej, po e mbyll me kaq, edhe këtë po i them. Presim tani të na kthej përgjigje edhe një herë të fundit. Presim, po vonon pak sa të lexoj mesazhet ndoshta. Okej, shpresoj të na shkruaj sa më mirë ky prank, sepse nga që e kam parë, pra që e keni pëlqyer si rubrikë dhe prandaj më duke bërë një pjesë tjetër të vogël të shkurtër. Pra një pjesë tjetër të vogël të rubrikës të pranqeve. Shpresoj që t'ju pëlqej sa më shumë. Okej, është në online, por nuk është duke kthyer përgjigje, nuk e di, mbase është duke i shkruar atyre. Nuk di se si t'ja bëj, se s'kam gati shkruaj atë për dyve të tjerëve, pra kolegëve të tjerë, se ndoshta ishte duke i shkruar kolegëve, por gjithsesi po presim pak, kur të kthej përgjigje, do të kthehem sërish, pra sepse për pak do të Okej, nuk është duke kthyer përgjigje. Kështu që okej, është duke shkruar më në fund. Më në fund po shkruan. Jo, i ka quar lash. Okej, bëm një çuroldi, por gjithsesi do ta rregullojmë. Por ishte një prank dhe përshëndeti ndjeksat e Adaga Media. Okej, nuk kam pse ta zgjas më shumë, sepse okej, hajt po i baj thet, edhe pse i thash që ishte një prank. Okej, çojmë se është duke shkruar akoma. Me të vërtet një super video ishte, s'kemi që të themi. Okej, ka ikur krejtësisht nga linja tani, nuk di si, akoma se ka kuptuar, ishte prank. Po i them edhe një herë, nuk e ka kuptuar mirë. Kështu që përshëndeti fansat. Për këtë që thash. Okej, po e mbyll më mirë, nuk po e zgjas për shumë, një prank i shkurtër, por ama kur të mendoj tema. Okej, shlemi tha, po ç'kemi gjithsesi. Mirë, tashmë po e mbyll videon. Kështu që thuaj të na bëjnë sub. Okej, kemi mbërritur në fund të videos, nuk pa zgjas më shumë, nëse do të thot për të bërë sub, nëse jo, të bëj si doj, por me të vërtetë ishte një super prank. Do të mendoj herë të tjera prankçat të tjera, por ku ishte pranku i ditës së sotme dhe i puntatës së re, pra sepse e kam parë pra që kolegu im Deo, okej, bëni sub Adaga Media. Ok. Pra e kam parë, si që kam thënë, e kam parë që Deo nuk është se ka shumë vullnet pra për të bërë shumë video, dhe kështu që thash po ja acaroj pak me këtë. U acarua pak, por gjithsesi bëm dhe këtë pjesën edhe një qullurdi të vogël dhe i përzim të gjitha, pra edhe i shkruajt edhe kolegëve të tjerë, pra Deo. Gjithsesi, kaq kishte, e zgjatëm shumë në fakt, por do të kemi pranqe të tjera. Ky ishte një vlog i pamenduar, pra thjesht më erdhi në mendje dhe thash pse unë mos ta bëj, nga që e keni pëlqyer si rubrikë dhe unë nuk është se kam qenë shumë aktive gjatë kohëve të fundit. Gjithsesi, faleminderit shumë, like, subscribe dhe bashkë jemi. Pra like, subscribe, comment dhe share dhe bashkë ne shihemi në video në radhës. Gjithashtu mos harroni, sepse bërë rëndësishmja është subscribe, duhet të arrim sa më shpejt
shpejt 50 subscribers, sepse do të hyjmë live, do të jetë live i parë sapo të arrim 50 subscribers. Do të jetë live i parë dhe me të vërtetë që do të jetë një super live bomb. Qëndroni me Adaga Media sepse do të kesh shumë prodhime. Like, subscribe, comment dhe share dhe bashkë shihemi në videon e radhës se fola gjatë. Bye bye.